Unë du mi ba thirrje se këto ditë duket në ambasadori Amerikan, i ri. Do t'i bëjmë thirrje, hate na nimo. Nimoj e këto rini, këtë popull të mrekullueshëm, na i hiq këto politikan që e vënë në Shqipërinë. Po i bëjnë thirrje, për këtë flamur që pa marrë, shqiptarët janë pro-Amerikan krejt. Hade Amerikë na nimo. Amerika na ka dorë neve. Sa ke pensionin? Pension që sharak. Sa është? Kam punu mi njëre, 180.000, kam e se kam. Me zemar. Ato del? Kum delë, more? Kum delë, more? Për këta kam dalë. Po i bojmë thirrje Amerikanit, aman na nimo pak. Na nimo se këtu, po zbuni do Amerika, këtu a zërë më u larguki. Faleminderit. Të nderuar juve, si jeni në protestë? Çdo shqiptar ka 1001 arsye për të dalë në shesh. E para punës, unë dal për fëmijët e mi, dal për veten time, sepse nuk po shikoj një dritë jeshile nga kjo qeveri, bushtor qeveri. Domethënë narkoshtet, e cila investon vetëm në organizatat e krimit, në oligarkinë e saj, për të fuqizuar dhe për të pasuruar 10 persona. Dhe për popullin dele tallet me një hipokrizi të tmerrshme që kur del në televizionet e tij, domethënë dhe tallet dhe thotë unë jam i kënaqur kur populli kënaqet, sepse unë vetë nuk kënaqem. Ndërkohë është komplet e kundërta. Këtë lloj ironie, këtë lloj tallje, asnjë nga populli shqiptar nuk arrin ta kapërtit dot. Një, dhe e dyta, domethënë nuk e lejojmë asnjë lloj qeverie të shesi sadopak qoftë edhe 1 milimetër të trojeve shqiptare, sepse këto troje janë mbritur me gjak edhe do vazhdojnë të mbrohen me gjak nga brezët e sotëm dhe pasardhës, sepse janë troje domethënë që ne i trashëgojmë nga të parat tanë. Se të gjithë bota e di që Shqipëria është një ndër vendet më të vjetrat në Europë, që kemi krijuar Europën, madje kemi krijuar edhe mbretëritë egjiptiane faraone më përpara. Domethënë kudo shqiptarët kanë qenë më të vjetrit në botë dhe sot të zoptohet Shqipëria për tekat e një tradhtarit kombit, domethënë Thua dal për fëmijët e mi. po, sepse nuk shoh asnjë të ardhmë për fëmijët e mi. Goca ime ka mbaruar 2 fakultete dhe kur vjen problemi është e punësuar në një kompani oligarkësh, sepse këtë mundësi i ka dhënë ky shtet. Nuk i jep një mundësi për të zhvilluar veten në të cilën ka mbaruar fakultetin. Është i detyruar domethënë nga ana ekonomike të shkojë të punojë ke dera e oligarkut, të bëjë një punë të rëndom në kuptimin e Mirtullafit, domethënë është shtypur nga ignoranca, sepse drejtohet çdo kompani oligarkia drejtohet nga ignorantët, nga servilët dhe është detyruar të uli kokën dhe të punojë për të mbajtur ekonominë e shtëpisë. Faleminderit. Shumë faleminderit. Zonjë juve pse jeni në protestë? Për shumë gjëra. Për shumë gjëra jemi në protestë, sepse që në 91 kur është shem busti këtu kemi dalë. Për që në 91 kemi dalë me të 3 fëmijët nga këtu edhe deri ke qytet studentëve që folte sala e kush. Edhe ky zotëria që është atje tani ishte i mbyllur atje se bënte protestë që rrinin pa ujë pa bukë, gjoja. Se në thojza është ajo, se nuk është kështu. Megjithatë, e pam që ushem edhe nuk ishte asgjë ikëm. Malit, rrugëve se s'kishim edhe lek me ikë. Edhe shqyqyr që shpëtuam ikëm andej. Netëm deri në 2001 edhe thamë që të vim bëjmë diçka për fëmijët këtu. Erdhëm, e pam që s'ishte asgjë, edhe një punë apo një biznes që mund të bësh, hajde njëri shem një diçka, hajde tjetër shem një diçka, tjetër do lekun, tjetër stjep të dritat, edhe kështu që edhe tani, për çdo gjë, pensionin nuk e japin tamam ashtu siç e kemi ashtu, me 38 vjet punë, 7 vjet t'i hajnë, edhe si nxjerr do të drejtën e tatën. Po e njëjta gjë, ti vej një tend, ato të vinë ta prishin. Po si u dhe lek, nuk ashtu. Mbas 5 ditësh vinë të tjerët e ta prishin. Ti bën vesh një tent prapë e njëjta gjë. Do për shumë gjëra, jo vetëm për atë, për tokat, për çdo gjë, edhe për gjithë popullin sepse të gjithë kështu janë. Të gjithë kështu. Kështu që s'kemi zgjidhje tjetër. Të hiqet ky edhe bashkë me tjetrin. Të gjithë këto kokat e mëdha të ikin komplet. Se janë shumë të e kanë ndyrë vendin komplet. E kanë bërë shumë pis. Faleminderit. Prof. Atëre, i nderuar pse jeni në këtë protestë ju? 30 Unë ka marrë këtu në protest edhe të vazhdoj të vijë sepse 35 vjet në Shqipëri pushtetin e kanë marrë 3 veta. Ilir Meta, Edi Rama edhe Sali Berisha. Janë të 3 hajdut, të 3 janë tradhtarët e kombit shqiptar.
unë kam një mendim dhe kam një thirrje. Të hutemi në parlament, edhe në ky ministri, e të heqim zvarrin e për Tiranë. Nuk kam tjetër. Kjo mendimi. Nuk ka marrë për protest, se kjo qeveri ka 30 vjet, vetëm po ikin jashtë, spitale nuk ka për të marrë një ilaç, edhe ilaçet janë s'ka duara. Pra ato nëna që shikojnë në telefon dhe qajnë për fëmijë që janë jashtë, i luten të rinjve të bashkojnë kësaj proteste me Edi Ramën. Atëherë jemi duke nisur të dalim Po, s'mandoqëm këto intervista nga qytetarët, të cilët në këto momente janë grumbulluar në sheshin Skënderbej, aty ku pritet që të nisin dhe marshimin e tyre drejt godinës kryeministrisë. Në podiumin improvizuar, ata do të shprehin të gjitha pakënaqësitë e tyre, por kërkesa mbetet një dhe pa negociueshme, ajo kryesorja dorëheqja e kryeministrit Edi Rama. Një protestë e cila ditën e sotme shënon ditën e 30, sot mbushet plot një muaj që qytetarët vijojnë qendresën e tyre në rrugët kryesore, në sheshet kryesore, duke protestuar me pankarta në duar. Ajo që bie në sy edhe ditën e sotme është prezenca e shumë qytetarëve, të cilët mbajnë pankarta në duar me mbishkrime të ndryshme, duke ironizuar të gjithë qeverisjen dhe duke shprehur pakënaqësitë e tyre, siç është mungesa e llogaridhënies, arroganca e pushtetit, problematika që lidhen me fusha të ndryshme të shëndetësisë, drejtësisë, por nga ana tjetër dhe emigracioni, ku dhe diaspora ka shprehur solidaritet ndaj kësaj proteste, herë duke u bashkuar në kryeqytet, por nga ana tjetër dhe duke zhvilluar protesta në mbar vendet dhe kryeqytetet kryesore të Europës. Një protestë e cila ka grumbulluar qytetarë të moshave të ndryshme, të cilët edhe ditën e sotme mendohet që do të jenë të shumt për të vijuar revoltën e tyre. Momente shohim që janë të shumë qytetarët të cilët kanë vijuar me thirrjet e tyre, Shqipëri e re, rinia në ball. Këto janë edhe disa nga pankartat. Osman, nëse më dëgjon, si pritet që të organizohet ditën e sotme protesta, itinerari do të vijojë të mbetet i njëjtë, pra pritet grumbullimi i qytetarëve përpara sheshit Skënderbej për të vijuar më pas drejt godinës së kryeministrisë, apo jo?